në bashkëbisedimet me qytetarët anë në Kosovës. Zoti Vitia, po çka na garanton neve si qytetarët e Republikës së Kosovës në përgjithësi që nuk mund përsëritet një situatë e ngjashme ose e njëjtë që të shkojmë në zgjedhje përsëri, duke e ditur që në prag e kemi përsëri çështjen e presidentit dhe për këtë duhen 2/3 e votave, dhe natyrisht nuk është gjithçka në dorën tuaj si lëvizje vetëndosje, sepse është edhe në dorën e subjekteve tjera politike. Po çka ndryshon kësaj radhe duke e parë perspektivën për këtë periudhë? Kushtrim eksakt e thatë atë çka është në dorën tonë, ne i kemi bërë të gjitha. Do me thënë, pas zgjedhjeve të 28 dhjetorit, në afat rekord u konstitua Kuvendi i Republikës, Legjislatura 10. Në afat rekord po ashtu u formua Qeveria e Republikës Kosovës, dhe ajo çka ishte në dorën tonë u bë shumë shpejt, pa humbur kohë, sepse mjaftueshëm kishim humbur kohë gjatë vitit 2025, ku bloku opozitar me një kryenështësi refuzonte që të pranonte një të drejtë kushtetuese që kishte lëvizja vetëvendosje për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Dhe tani, them të drejtën, të gjithë qytetarët e kanë parë pak a shumë se si kanë rrjedhur ngjarjet gjatë kësaj kohe. Ne provuam atë çka është në dorën tonë që të tejkalohet kjo situatë. Çdo takim, edhe si subjekt më i madh, është thirrur nga ana jonë, ka pasur bisedime të vazhdueshme e tentim të bisedimeve edhe më shumë të vazhdueshme me blokun opozitar, dhe atëherë kur menduam që tash kjo punë duhet të zgjidhet, fatkeqësisht nuk u zgjodh. Ne ofruam disa alternativa, siç e dinë edhe qytetarët. Fillimisht pritëm për takime ku do tulemi dhe do diskutojmë, sepse fryma e kushtetutës e thotë që presidenti të jetë një president konsenzual, dhe për shkak se nuk pat asnjë propozim nga bloku opozitar për një emër të veçantë i cili do të uleshim në tavolinë dhe do ta diskutonim, siç ju kujtohet, me 5 mars dikun rreth 24 orë, 30 orë para seancës së 6 marsit, ne propozuam zotrin Glauko Njufca si një person me integritet, si një intelektual, i cili dorën e zemër ka qenë shumë figure pranuar edhe jo vetëm nga qytetarët, por edhe nga një pjesë e mirë e opozitës. Por as ajo nuk u bë, me vendimin e gjykatës kushtetuese që na dha shtesë dhe disa ditë të tjera, intensifikuan përpjekjet për ta zgjedhur këtë ngërç sa i përket presidentit.